Pas vendimit të gjykatës së Tiranës që e shpalli fajtore për shpifje ndaj moderatorit Sajmir Kodra, aktoria Glaceno ka reaguar sërish publikisht, këtë herë me ironi ndaj mënyrës se si disa media kanë trajtuar rastin. Në postimin e saj në Instagram, Ceno shkruan se sipas disa artikujve, del në pa një histori e frikshme, manipulimi dhe përdorimi i politike kriminal ku e Glaceno rezulton të jetë instrument i krimit të organizuar për të sulmuar një gazetar, duke ju referuar vetes në mënyrën sarkastike. Aktoria e njohur shpreh me tone thumbuese se po të kishte pasur lidhje me politikën apo krimin, nuk do të mbetej me një rrogë aktoreje prej 500.000 lekësh të vjetra. Ajo shton se nuk do të ndalet deri në fund të së vërtetës, ndërsa me humore përmbyll reagimin me fjalinë: "Unë nuk jam e Glaceno, jam Al Capone." Ky reagim vjen pas vendimit të gjykatës e cila e gjeti Cenon fajtore për shpifje pas akuzave të saj publike ndaj Sajmir Kodrës për ngacmim seksual. Reagimi i saj është cilësuar si një përgjigje ndaj etiketimeve dhe teorive të qarkulluara në disa portale, të cilat ajo i quan absurde dhe të pavërteta. Me një dozë humori dhe sfide, e Glaceno i jep të kuptohet ndjekësve të saj se historia ende nuk ka mbaruar. Reagimi i plot. Pra, shpërtheu e vërteta. Sipas një artikulli, citoj, del në pa një histori e frikshme, manipulimi dhe përdorimi politike kriminal ku e Glaceno rezulton të jetë instrument i krimit të organizuar për të sulmuar një gazetar, po i raft një pik politikës dhe krimit. Të më kishin përdorur siç duhet, mos të më kishin lënë me një rrogë aktore 500.000 lekë të vjetra. Ma hiqni edhe atë se nuk më bën syri tërë për t'i shkuar deri në fund të vërtetës. Prit kur të dalë edhe lajmi për identitetin tim të vërtet tani. Unë nuk jam e Glaceno, jam Al Capone. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.